Përshëndetje dhe mirë se erdhët në webfaqen time, në Facebookun tim. Dua t'ju falenderoj shumë që jeni aq të mirë dhe që komentoni gjëra të mrekullueshme dhe keni filluar me të vërtet të ndryshoni jetën tuaj, dhe kur çdo individ ndryshon jetën e tij ose të saj, atëherë ne mund të shpresojmë se kjo botë do të bëhet më e mirë, e më e mirë, e më e mirë, çdo ditë më e mirë, e më e mirë, e më e mirë. Unë sot dua të ndaj dy gjëra me ju. Është kjo thënie e cila më inspiroi që ta bëj këtë video, dhe ajo është: bëj ata të habiten sepse ti akoma u buzëqesh, sepse ti e di se kush qëndron në mbrojtjen tënde. Tani, kush janë ata dhe pse ti duhet i bësh ata që të habiten? Se pa marrë parasysh se çfarë ty të ndodh, ti akoma je duke buzëqeshur. Ti akoma je duke i qëndruar besnik ëndrrës tënde. Ti akoma nuk dorëzohesh. Ti akoma je duke besuar. Po kush janë ata? Ata janë njerëzit të cilët mundohen në lloj-lloj mënyrash të të bëjnë kurthe të ndryshme. Të të bëjnë që ti të vuash. Të të bëjnë që ti të ndihesh ignorant. Të të bëjnë që ti të ndihesh sikur ti nuk din asgjë. Të të bëjnë që ti të ndihesh se nuk ja vlen të mendosh nëpër masa të mëdha. Kush tjetër janë ata? Ata janë njerëz me të vërtet të ulët në energji. Ata janë njerëz me të vërtet shumë negativ. Ata nuk i kanë arritur ëndrat e tyre dhe nuk duan as edhe ti arrish ëndrat tua. Ata janë njerëz që merren me gjëra shumë të vogla. Ata janë njerëz që shohin vetëm interesin që e kanë para syve të tyre. Ata janë njerëz që nuk kanë asnjë lloj vizioni. Ata janë njerëz që gëzohen me dështimin e tjetrit. Ata janë njerëz që do të gëzohen me dështimin tënd. Ata janë njerëz të cilët do të gëzohen edhe nëse ty do të shohën duke u djegur, ato akoma më shumë do të fusin zjarr në atë djegjen tënde. Por dëshira ite e zjarrt duhet të jetë më e zjarrt sa e zjarri të cilin ata e mendojnë. Sepse atë që ata e mendojnë për veten e tyre, atë e kanë. Ato atjet e kanë çdo ditë. Ato janë duke vdekur çdo ditë, sepse ata mundohen vetëm të shkatrojnë. Dhe të shkatrojnë ëndrrën tënde, të shkatrojnë qëllimin tënd, të shkatrojnë ato që je. Dhe prandaj ti buzëqesh. Prandaj ti buzëqesh. Po ti do të thuash si të buzëqesh unë? Kur përpara meje kam lajme negative, kur përpara meje shoh gjëra negative, kur përpara meje njerëzit e shkelin ëndrrën time, kur përpara meje njerëzit bëjnë gjithçka që të më shkatrojnë mua. Si të buzëqesh unë akoma? Unë të them të buzëqeshësh, sepse kjo jetë është vetëm një lojë. Dhe pa marrë parasysh se çfarë do të na ndodh, ne rrugtimin ton do ta kryejm. Do të arrijmë në destinacionet dhe qëllimet që i kemi arritur. Dhe në fund, e dikush do të numërohen ata njerëz që e kanë rezultatin. Dhe në qoftë se për shembull sukses është që të arrijmë diçka materiale ose diçka jashtëmesh, atëherë unë nuk e quaj atë sukses. Sukses është ti të jesh i lumtur tani. Sepse në qoftë se ti mendon se kur të arrish në një destinacion, kur të arrish të bësh diçka, do të jesh i lumtur, atëherë gabon shumë. Sepse kur do të arrish atje, atëherë përsëri do të jetë e njëjta ndjenjë për ty. Nuk do të sjell asnjë gjë që do të arrish në këtë jetë lumturi. Prandaj qëndroj lumtur tani dhe buzëqesh tani. Buzëqesh tani sepse nuk duhet të merresh më me të kaluarën, nuk duhet të merresh me të ardhmen, nuk duhet të jetosh as atje e as këtu. E vetmja gjë që kemi është ky moment. E vetmja gjë që kemi është e tanishmja. Kjo që është tani. Kjo është ajo që e kemi. E ardhmja ndoshta nuk do të vijë asnjëherë, sepse edhe kur të vijë e ardhmja, ajo është përsëri sot. Përsëri është sot. Prandaj kuptoje. Kuptoje një herë për gjithmonë. Dhe mundohu çdo ditë në çdo mënyrë të bëhesh ti më i mirë, e më i mirë, e më i mirë. Dhe mos u brengos në qoftë se drita yte ju pengon atyre që janë në errësirë. Në qoftë se ti mundesh me energjinë tënde, me fjalët tua, të thuash diçka të mirë, të flasësh diçka të mirë, dhe të dërgosh energji pozitive dhe ndjenja të mira për tjetrin, ti ndoshta do të ngjallësh dritën
edhe tek shpirti i atyre të cilët mendojnë se janë negativ. Gjithashtu duhet të respektosh fuqinë e tyre dhe në atë mënyrë ti e pranon dhe e largon nga vetja barën e fuqisë të tyre. Pa marrë parasysh se ajo fuqi e tyre mund të jetë në aspektin negativ të jetës. Mirë po, secili njeri në këtë botë e ka të zgjedhur se si do të jetojë. Do të jetojë duke shkatruar të tjerët apo do të jetojë duke ndihmuar të tjerët. Në qoftë se ju do të zgjidhni që të jetoni dhe të arrini sukses material duke shkatruar të tjerët, atëherë sukses material do të keni, por në brendin tuaj, në shpirtin tuaj, do të keni një mizeri jashtëzakonisht katastrofale, me të cilën nuk i bëni keq vetëm vetes, por që do të trashëgojnë edhe familjarët tuaj, të cilët përsëri do të jenë ata që do të trashëgojnë juve, edhe pse do të duken se ato s'kanë asnjë faj, mirë po atë që ju e keni bërë do të trashëgoni edhe të këtë tjerët. Prandaj mundoheni prej sot të bëheni njerëz më të mirë, të mendoni gjëra të mira dhe të mundoheni të bëni të mira për të tjerët. Ata le të habiten me lumturinë tënde, sepse ato nuk njohin një diçka të tillë. Ato nuk njohin se njeriu duhet të jetë i lumtur pa marrë parasysh se çfarë. Pa marrë parasysh se çfarë posedon apo nuk posedon, sepse posedimet materiale janë pjesë e kësaj jete këtu. E shpirti jon është i pafund. Shpirti jon nuk vdes asnjëherë. Dhe sigurisht duhet ta jetojmë jetën, sikur është dita e fundit, mirë po duhet ta dimë se një ditë edhe do të vdesim. Dhe çfarë do të marrim me vete? Napoleon Hill në librin Ligji i Suksesit thotë se fëmijët janë fëmijët tonë. Janë të mirë ose të këqij, ata janë fëmijët tonë. Dhe fëmijët tonë janë gjithmonë me ne. Edhe veprat tona, qofshin ato të mira, qofshin ato të këqija, kur të hapet perdja dhe të dalim në dimenzionin tjetër, do të jenë gjithmonë me ne. Gjithmonë do të jenë me ne. Prandaj mundoheni ta pastroni shpirtin, mundoheni të bëni të mira, mundoheni të ndihmoni të tjerëve, dhe jo mundoheni të shkatroni ato. Dhe tani tek pjesa tjetër për të cilën doja të flas me ju, është se ti buzëqesh, sepse e di kush është në mbrojtjen tënde. Tani kush është në mbrojtjen tënde? Kush mund të jetë në mbrojtjen tënde? Në atë moment ti kur ke qenë duke vozitur makinën dhe për një sekond diçka të shpëtoi. Kush të shpëtoi? Pse ti akoma je këtu? Pse ti akoma je gjallë? Kush të mbrojti ty? Kush i mbron fëmijët tu kur nuk je ti aty? Kush të mbron ty? Kush është në mbrojtjen tënde? Sepse është një thënie të cilën Kevin Trudeau e thot për një person për të cilin është shkruar edhe një libër negativ. Gjithë libri është shkruar negativ. Bile edhe Deepak Choprën e njihni. Djali i tij ka shkruar libër krejt kundrejt babait të tij. Dhe kur e kam pyetur Choprën, pse është si ndihesh që djali yt e ka shkruar atë libër për ty? Ai thotë, atë libër nuk e ka shkruar për mua, po e ka shkruar për veten e tij, sepse ai ashtu ndihet në brendin e tij. Prandaj, nëse dikush ju thot juve gjëra negative, ju flet gjëra negative, bën vepra negative kundrejt jush, ata atë e kanë brenda zemrës së tyre. Ata e kanë brenda vetes së tyre atë që ju a thonë juve. Dhe qartësisht ju tregojnë se kush ata janë. Qartësisht e tregojnë se sa në energji të ulët ata janë. Ju duhet bëni çdo ditë diçka që të rriteni në energji. Nëse nuk dini se çka të bëni që të rriteni në energji, sepse shumica e njerëzve me të cilët kontaktoj as pak nuk e kuptojnë se çfarë është I Am Power. I Am Power është vendi ku ju e ushqeni mendjen tuaj çdo ditë me mësime pozitive, trajnime pozitive, të cilat do t'ju ndihmojnë juve që çdo ditë në çdo mënyrë të ndiheni më mirë e më mirë e më mirë. Prandaj vendosni të jeni pjesë e I Am Power, nëse me të vërtet doni ta ndryshoni jetën tuaj. Dhe mos u ankoheni, sepse nëse ankoheni dhe vazhdoni të bëni të njëjtat gjëra, pa pushim çdo ditë, ju gjithmonë do t'i keni të njëjtat rezultate. Prandaj qëndroni
qëndroni besnik dhe dijeni se kush është në mbrojtjen tuaj. Është ai që na krijoi, është ai që na dha jetën, është ai që na dha qëllimin, është ai që do të na plotësojë qëllimin, dhe nëse duhet plotësohet qëllimi, dhe nëse Zoti e ka shkruar që qëllimi yt të plotësohet, ëndra yte të plotësohet, ti ta jetosh jetën e ëndrave tua, sepse ti askujt, asnjëherë nuk i ke bërë asnjë diçka të keqe. Vetëm je munduar të ju ndihmosh të tjerëve, atëherë duhet të rish i qetë dhe duhet të jesh i lumtur tani dhe duhet të jesh i lumtur për qëllimin tënd të mrekullueshëm që e ke. Nëse qëllimi yt është sigurisht të ndihmosh sa më shumë njerëz që të arrijnë qëllimin e tyre. Prandaj mos ki frikë të them. Mos ki frikë nga asgjë, sepse vetëm fjala frikë do të thotë, nga fjala anglisht nëse e marrim fjalën fear, false evidence appearing real, që do të thotë evidenca falso që duken si të vërteta. Dhe ne me këtë frikë e ushqejmë mendjen tonë çdo ditë. Duam ose nuk duam, mendja jon ushqehet. Mundohu mos e ushqesh mendjen tënde. Mundohu të kesh një hapësirë shprastir në mendjen tënde. Nuk ka shansa të kesh, sepse mendja vazhdimisht mendon dhe vazhdimisht ushqehet me atë që ti rrethohesh, me njerëzit me të cilët ti rri, me gjëra që ti dëgjon, dhe I empower është që ti me vetdije të fillosh të dëgjosh gjëra pozitive që janë për jetën tënde. Dhe me të vërtet keni shumë frikë. Keni frikë edhe nga I empower dhe mendoni se kush e di se çfarë do të ndodhë aty. Dhe dikush ju ka thënë diçka, po pa më parasysh çfarë ju ka thënë. Unë ju them se vetëm nëse I dëgjoni se det dëshira juaj, urdhri juaj, ju do të jeni vigjilent për jetën tuaj. Do të dini ta bëni dallimin kush manipulon me ju. Pse manipulohet me ju? Dhe pse ju ndjeni keq? Dhe pse nuk keni rezultatet e duhura? Vetëm duke I dëgjuar këto si ti. Jeta juaj vërtet do të ndryshojë 100%. Si ditë janë me garancion. 90 ditor. Nëse asgjë nuk ju pëlqen nga ato si ditë, apo nuk duash as ti dëgjosh, ti mund t'i kthesh dhe ne ju kthejmë parat përsëri. Gjithashtu edhe My Empower është e njëjta gjë. Bëju antar në I Empower. Nuk të pëlqen asgjë dhe nuk duash të dëgjosh asgjë. Na shkruaj, nuk dua të jem pjesë I Empower, sepse nuk më pëlqen asgjë këtu. Ne ju a kthejmë parat përsëri. Asgjë nuk është rrezik, por ju duhet të jepni diçka që të merrni diçka. Vërtet duhet të jepni diçka që të merrni. Pa dhënë, nëse ju nuk jeni të gatshëm asgjë të jepni për veten tuaj, mos prisni që vetja juaj të ju shpërblej. Unë ju dua shumë dhe dijeni kush është në mbrojtjen tuaj. Dijeni se Zoti është ai që ju sheh 24/7 se çfarë ju bëni, çfarë ju mendoni, çfarë bëni, çfarë mendoni, çfarë flisni, atë e keni rezultat në jetën tuaj. Ju dua shumë, shihemi vetëm në suksese.